Më 8 prill të vitit 1975, në veri të Shkodrës, në kufirin mes Jugosllavisë dhe Shqipërisë, autoritetet kufitare prangosën Abdyl Banushin, autorin e shpërthimeve terroriste në ambasadat shqiptare të Italisë dhe Francës, i njohur nga historiografia edhe si atentatori i Enver Hoxhës. I lindur në golëm të Kurveleshit, Abdyl Banushi ishte shfaqur me tendenca aventurieri qysh në adoleshencë. Sipas rrëfimit të tij, dhënë hetuesve shqiptar të vitit 1975, ai ishte bërë pjesë e njësive të armatosura partizane, duke u përfshirë në aksione të rrezikshme qysh në vitin 1943. Një vit më pas, kishte rënë në duar të gjermanëve, duke e përfunduar në kampet e punës. Pas lirimit nga kampet gjermane, Abdyl Banushi kthehet në Shqipëri dhe në vitin 1945 nis punë si llogaritar në fermën e Xhafzotajt në Durrës. Por pas 2 vitesh punë, ai sërish përfshihet nga telashet. E prorët vërtetojnë një deficit në llogaritë që ai mbante, një histori që e dërgon në burg për vjedhje. Pas lirimit nga burgu, Abdyl Banushi planifikon arratisjen jashtë vendit, por se pak muaj më pas, ata arrestojnë sërish, këtë radhë në akuzën se tentoi të vidhte një armë në depon e Shkollës së Bashkuar të Oficerëve. Pas vërtetimit të akuzës, Abdyl Banushi dënohet me 10 vite burg, të cilat i bën të plota duke fituar lirin vetëm në vitin 1961. Një vit më pas, arrin të kaloj kufirin në zonën e Gjirokastrës dhe të përfundoj në New York të Shteteve të Bashkuara. Sipas rrëfimit të tij për hetuesit, në New York, Abdyl Banushi për 10 vite me radhë ishte marrë vetëm me punë të ndershme. Te aventura rikthehet sërish në vitin 1973, pasi rekrutohet nga organizata Fronti i Rezistencës Antistaliniste Shqiptare, që drejtohej nga Vasil Gërmenji dhe që ishte një farë bie e Komitetit Shqipëria e Lirë të mërgatës politike shqiptare, që kishte si qëllim rrëzimin e pushtetit të komunistëve shqiptar. Në vitin 1974, organizata projekton disa aksione ndaj regjimit komunist të Tiranës. Me rastin e 30 vjetorit të Kongresit të Përmetit, vendoset që një band të futej në territorin shqiptar me qëllim që të vendoste eksploziv në komitetin e partisë dhe degën e punëve të brendshme të Korçës. Në shtator planifikohet të vendoset eksploziv në përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë në Rom e Paris, ndërsa në muajin nëntor të vendoset eksploziv në ambasadën e Kinës në Tiranë, si dhe të hidhej në erë monumenti i Stalinit. Misioni i parë i Abdyl Banushit ishte vendosja e eksplozivit në ambasadën e Shqipërisë në Rom, një aksion për realizimin e të cilit ju desh të bashkëpunonte me Sabaudin Hasnedarin, të njëjtin person që 6 vite më pas, më 1982, do të zbarkonte në Divjak bashkë me Xhevdet Mustafën me qëllim të pretenduar ekzekutimin e Enver Hoxhës. Duke u gdhir dita e 21 majit 1974, Banushi dhe Hasnedari vendosën disa bomba në ambientet e ambasadës shqiptare në Rom, njëra prej të cilave shpërtheu, duke shkaktuar panik dhe dëme materiale. Aksioni fundit i Abdyl Banushit kishte objektiv zemrën e Tiranës, ambasadën kineze dhe monumentin e Stalinit. Një vit më pas, Banushi niset nga New Yorku për në Shqipëri së bashku me Tom Mernacajn, një shqiptar nga Malizi, i cili ndërkohë ishte rekrutuar nga sigurimi i shtetit. Më 8 prill 1975, teksa të dy gjendeshin për mbi vi kufitare Jugoslav Shqipëri në zonën e mbi Shkodrës, Tom Mernacaj realizon goditjen më të fortë të sigurimit të shtetit ndaj frontit të rezistencës antistaliniane. Toma e qëllon me qytën armës nga pas shpine bashkudhëtarin dhe e dorëzonte kufitarët shqiptar. Në qelitë e hetuesisë, Abdyl Banushi, i kërkuari numër 1 i qeverisë komuniste të Tiranës, rrëfen gjithë veprimtarinë e frontit të rezistencës antistaliniste bashkë me sulmet ndaj ambasadave shqiptare në Rom e Paris. Më 13 maj 1976, në pretencën e saj për Abdyl Banushin, prokuroria kërkon 25 vite burg për tradhti ndaj atdheut, 20 vite për krimin e ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Shqipërisë, 15 vite për vepra terroriste, 25 për pjesëmarrje në banda të armatosura e të tjera. Përfundimisht, më 13 maj 1976, Abdyl Banushi dënohet me 25 vite burg, duke fituar lirin vetëm pas përmbysjes së sistemit komunist. Tashmë në moshë të thyer, Abdyl Banushi publikon një libër me kujtime, duke marrë përsipër edhe atentatin ndaj ambasadës shqiptare në Paris
dhe mëtej edhe një atentat të panjohur mbetur në tentativë ndaj Enver Hoxhës. Sipas tij, më 29 nëntor 1974, gjatë paradës për 30 vjetorin e çlirimit, ai ishte afruar rreth 200 metër afër tribunës së Enver Hoxhës, por pa gjetur mundësi të qëllonte. Edhe pse ky pohim mungon në dosjen hetimore, atentatin në tentativë ndaj Enver Hoxhës e kanë pranuar edhe ish ministri i Brendshëm Kadri Azbiu dhe ish rezidenti i sigurimit të shtetit në Francë Hasan Luçi.